Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka përfunduar votimin për zgjedhjen e nënkryetarëve, krerët e sekretariateve e Komisionit të Apelimit. Flamur Noka është rikonfirmuar sekretari i përgjithshëm. Në orët e para të mëngjesit të së Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka përfunduar votimin për zgjedhjen e nënkryetarëve, krerët e sekretarive dhe Komisionit të Apelimit. Flamur Noka ka marrë shumicën e votave të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, duke siguruar një tjetër mandat 4 vjeçar si numri 2 i kësaj partie. Rivali i tij, deputeti Sajmir Koreshi, ka marrë vetëm 84 vota. Sa i përket garës në sekretariate, Kleviz Balliu është zgjedhur sekretar organizativ, Andi Mustafaj, sekretar për burimet njerëzore dhe Ylli Aslani, sekretar për pushtetin vendor. Agron Gjek Markaj dhe Gazment Bardhi do të vijojnë të jenë nënkryetar të Partisë Demokratike, ndërsa Belind Kolliçi ka mundur Luciano Boçin me një diferencë prej 64 votash. Partia Demokratike ka vendosur bojkotimin e seancave plenare, por sipas qytetarëve vlonjat, ndjekës të rregullt të zhvillimeve politike në vend, ky është një vendim i gabuar, pasi bojkotimi i seancave plenare sipas tyre favorizon pushtetin. Partia Demokratike ka vendosur bojkotimin e seancave plenare, por sipas qytetarëve vlonjat, ndjekës të rregullt të zhvillimeve politike në vend, ky është një vendim i gabuar. Vlonjatët shprehen se parlamenti është vendi ku opozita është më e fortë, të debatojë, të shpalos hallet e qytetarëve, si edhe të kundërshtojë projekt vendimet e gabuara. Bojkotimi i seancave plenare sipas tyre favorizon pushtetin. Vlonjatët komentojnë edhe zgjedhjet brenda partisë, duke thënë se emërtimi në postë drejtuese i figurave të vjetra politike nuk sjell asgjë të re. Në Partinë Demokratike sipas tyre duhen të rinj, intelektual dhe të formuar. Përja politike, unë do të me dhe kaq. Unë kam pas një lidhje të hershme me avokat në Komitetit Evropian që në nërë të njëshin. Me orgjë Kosovar. Dhe Sali Berisha më ka arrestuar në 95-ën, më ka mbajt 20 orë në burg. Shiko se çfarë i thoshte Sali Berisha. O, Sali Berisha, thotë. Ke pjetë për mua se ku shamoni, thotë. Shko për terroristin dhe financiarin Helmut Kohl. Për ta përmbysur atë sistem të parë, dhe Gjermania për një morë me krye Helmut Kohlin, në ato kanë shpenzuar 5 miliard dollar. Sali Berisha është i rekrutuar që në vitin 1979 nga UDB Jugoslave. Dhe 2 vëllezrit, Partia Demokratike 1 dhe Partia Socialiste. Partia Demokratike është parti naziste, ndërsa Partia Socialiste parti fashiste. Nuk kam gjë. Shiko, Sali Berisha po vetë 84 vjeç. Edhe vi problemi, ai do ta lë politikën me. Ai po mban tek Shqipërinë. Nuk bëhet PD-ja, PD-ja nuk është parti më. Është parti reaksionare. Nuk është parti e popullit. Është PS-ja. Ba më nga mua. Duhet opozit. Këta që po janë lidhur në protest, duhet të ngrihen e të rrezojnë që të dy janë për në burg. Do bënte mirë që edhe seancët i bllokonte, po edhe Sali të ikte ndeja. Edhe Sali të iki. Të dyja gjërat. Nuk janë seanca plenare, ato janë kot. Ai ka 83 mandate dhe bën çfarë do qefi. Kush i pyet ata? Po kush i pyet ata ora, kush i pyet? Ata janë të dy bashkore. Janë të dy bashkë, mos e diskutohet punë. Ato janë rreth kryetarit, unë bëj çudi ç'a bën, ç'a flisë diskutoni. Do më ikë me atë Flamur Noka se më e bër verem, më e bër. Po çfarë është ai më Flamur Noka? Ora minutë Flamur Noka. Di ç'a bëri atje ai natë ku bën atë fal. Me atë demonstrat ta se mitin. E vajti atje te ka i gazi që kur helmon me gaz. Të dy palët, të rinj. Rinia, ja ju që jeni kështu të rinj. Atje do të opozit. Atje po krijohet opozit. Edhe ere. Ta nuk janë morë. Nuk janë. Ora po çmon more. Ora po unë kam qenë me Saliun. Me Saliun. Që kur u krijua, që kur morëm atë të parit. E deri më sot po ngel me Salinë me Edin, me gjën, me terren. Ka unë me Renin, o do më fitoj Renin o s'ka. Negativ sepse në parlament bëhet debati. Duke u larguar s'ka debat. S'ka kundërshime të neneve gjëra të natyrës që mund të vendos qeveri. Ka vendimarrje më të fryqme. Po dihet Inshallah i ferrat mendjes Partia Demokratike të largojnë në radhë para Sali Berishën në kreu. Pastaj gjithë kastën e tij. Shumë pozitiv.
po shumë pozitiv, po të thrasë mendja që të largojnë Sali Berishën. Sjell diktaturë brenda partisë, po duhet. Ka brezërinj shumë të mirë, shumë përgatitur. Shumë më të përgatitur se ata që janë në krye. Sali Berisha ka coptuar opozitën, nuk ka opozitë. Dhe ai vetë se bën. Por ka edhe nga ata të cilët e kanë humbur shpresën nga politika, shohin jetën personale dhe nuk duan t'ia dinë apo të komentojnë për zhvillime politike. Jo, falenderoj. Nuk merrem me këto gjëra se Shqipëria është fatkeqe dhe fatkeqe do vazhdoj, nuk e di se do vazhdoj akoma. Nuk kuptoj shumë sepse unë jam fshatar dhe jam pa tokë. Më vjen keq, por nuk kuptoj, nuk marr vesh nga këto gjëra. Unë di këtë gjë që Shqipëria është fatkeqe. Popull fatkeq, s'ke çfarë thonë. Ne presim vetëm nga Zoti dhe Zoti do ndërhyjë së shpejti. Dhe do të bëj atë që duhet bërë. Bojkotimi i seancave plenare si edhe zgjedhjet për brenda partisë për funksionarët janë dy prej zhvillimeve më të fundit dhe të rëndësishme të ndodhura në Partinë Demokratike. Qëllimi është një opozitë më e fortë, por pritet të shihet se sa kjo gjë do të arrihet. Dhe ndërrojmë temë zhvillimi temperaturat e verës, shtohet numri vizitave si në qendrën komunitare të shëndetit mendor, ashtu edhe i rasteve të shtrimeve në spitalin psikiatrik Ali Mihali, por sipas specialistëve shkaku jo vetëm temperaturat, por edhe përdorimi dhe konsumi i alkoolit dhe substancave narkotike. Me rritjen e temperaturave gjatë stinës së verës, vjet rreshtimi i numrit të vizitave si në qendrën komunitare të shëndetit mendor, ashtu dhe i rasteve të shtrimeve në spitalin psikiatrik Ali Mihali. Aktualisht në Vlorë shërbimet e shëndetit mendor ofrohen nga këto dy struktura. Mjeku Stiliano Lepuri konfirmon se gjatë kësaj periudhe është shënuar një rritje e rasteve që paraqiten për ndihmë. Sipas tij, pjesa më e madhe janë pacient kronik të njohur më parë me problematika të shëndetit mendor. Në varësi të gjendjes së tyre vendoset nëse do të marrin trajtim ambulator apo do të shtrohen në spital. Siç e dim, në qytetin ton janë dy struktura që ofrojnë shërbime për shëndetin mendor. Është struktura me shteret që është Spitali Psikiatrik Ali Mihali dhe struktura që ofron shërbim ambulator që është Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor në Vlorë. Ashtu si çdo vit, edhe si vjet kur vjen vera, ne shohim një rritje të shtimit të vizitave që kemi, si në anën ambulatore këtu në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor, ashtu edhe shtrimet në Spitalin Psikiatrik Ali Mihali. Por kemi marrë masat nga drejtoria e spitalit për një shërbim 24 orë në 7 në spital dhe në Qendrën Komunitare pjesën e paradites dhe në mbasdites. Jemi të plotësuar me staf mjekësor. Në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor operojnë 3 mjek psikiatrë. Gjithashtu dhe në spitalin psikiatrik nuk ka mungesa në staf mjekësor. Kështu që si çdo vit, edhe këtë behar ne jemi të përgatitur për shtimin e fluksit të punës. Pjesën dërmuese të vizitave ose të shtrimeve e përbëjnë ata persona që janë të sëmur kronik, do me thënë që janë njohur më para me problematikën, vojnë nga këto lloj çrregullimesh dhe marrin mjekim, por her pas here nga neglizhenca e mjekimit ose për arsye të ndryshme, detyrohen që të vinë të kërkojnë ndihmë në qendrën komunitare dhe nëse ne në qendrën komunitare e vlerësojmë se ose si të themi i shterojmë të gjitha mundësitë ambulatore për të shërbyer një personi dhe për të mos ta rekomanduar për shtrim në spital, ja bëjmë këtu të gjitha, do me thënë, i plotësojmë gjitha problematikat që ka. Ndërsa, nëse e shikojmë se me ndjekje ambulatore nuk ecën rikuperimi i këtij personi, i bëjmë fletën e shtrimit për në Spitalin Psikiatrik Ali Mihali. Mjeku Stiliano Lepuri bën me dije se në qendrën komunitare të shëndetit mendor regjistrohen mesatarisht 20 deri në 25 vizita në ditë. Problematikat më të shpeshta lidhen me përdorimin e alkoolit dhe substancave narkotike, të cilat ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes mendore të pacientëve. Ndërkohë në mesin e personave që kërkojnë asistencë nuk mungojnë dhe shtetas të huaj. Po, pikërisht janë problematika kryesore që hasen në këtë periudhë. Biles do të shtoja edhe diçka që jo vetëm të shtetazve shqiptar, por edhe të shtetazve të huaj që vinë dhe kërkojnë ndihmë në strukturat tona. Dhe shumica më e madhe e këtyre personave që vinë kërkojnë ndihmë, do të thosha se i ka ardhur çrregullimi nga përdorimi i alkoolit apo i substancave tjera siç mund të jenë lëndët narkotike. Me saktësi të madhe unë nuk mund t'ja u them dot, por mund të them se
për vizitë që vinë, që kanë kontrollet rutinë apo ndjekje në rutinë që bëhet këtu në qendrën komunitare të shëndetit mendor, shifra varion mesatarisht e 20-25 vizita në ditë. Por këto vizita nuk janë për shtrime, sepse mjeku në bashkëpunim me pacientin lën një plan të caktuar të ndjekjes së problemit dhe në këtë plan të caktuar janë edhe vizitat periodike që rekomandohen që pacienti duhet i bëj. Pra do të thosha që ky fluks kaq i madh vizitash është për i kontrole shumica, për shtrime është përqindja shumë e vogël. Rritja e temperaturave mbetet një nga faktorët kryesorë që ndikon në shtimin e numrit të vizitave në qendrën komunitare të shëndetit mendor. Megjithatë, specialistët theksojnë se një rol të rëndësishëm në përkeqësimin e gjendjes së pacientëve luajnë dhe konsumimi i alkoolit dhe përdorimi i substancave narkotike. Më pak se një muaj pas shkrirjes së bordit të transparencës, çmimet e karburanteve në tregun vendas kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Dukuria është reflektuar edhe në Vlorë, ku nafta tregtohet me çmimin 198 lek për litër, ndërsa benzina me vlerë 189 lek. Rritje ka pësuar edhe çmimi i gazit. Për shkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme dhe tensionit në ngushticën e Ormuzit, kanë shtrinjtuar çmimin e karburantëve në bursë dhe për pasojë rritja e çmimit është reflektuar në Vlorë brenda pak orësh. Pikat e shitjes së karburanteve kanë rritur menjëherë çmimin sapo kanë parë njoftimin se nafta dhe benzina kanë pësuar rritje. Në Vlorë nafta tregtohet me çmimin 198 lek për litër, ndërsa benzina me vlerë 189 lek. Rritje ka pësuar dhe çmimi i gazit që tregtohet për 69 lek për litër. Vlen të theksohet fakti që pas shkrirjes së bordit të transparencës, çmimet nuk janë më të unifikuara, duke bërë që në disa pika të shpërndarjes së karburantit të jenë edhe më të larta. Sa po rriten çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare në Vlorë, në pikat e karburantit, shpërndarjes së hidrokarbureve, çmimi rritet në moment, duke u reflektuar negativisht te drejtuesit e automjeteve. Por çuditërisht nuk ndodhe e njëjta gjë në Vlorë, kur çmimet e naftës bien në bursa. Nëse çmimet bien në Vlorë, nuk ka asnjë reflektim, ndërsa për ironi të fatit, kur ato rriten, menjëherë brenda orësh, në Vlorë çmimi reflekton. Kur çmimet në bursën e hidrokarbureve ulen, ky reduktim i çmimit nuk reflektohet në Vlorë me të njëjtën shpejtësi. Administratorët e pikave të shpërndarjes i ulin çmimet atëherë kur janë të detyruar nga bordi i transparencës, në minutat e fundit të afatit, ose kur nuk kanë detyrime i ulin sa më vonë të munden. Ndërsa kur çmimet rriten, ato reflektohen menjëherë brenda orës në Vlorë. Pavarësisht se pikat e shpërndarjes së karburanteve marrin furnizime mujore me depozita nëntoksore të mbushura me naftë dhe benzinë, çmimet ndryshojnë sa herë që ka rritje, megjithse naftën, benzinën dhe gazin e kanë vlerë më lirë. Këto pika i rrisin çmimet brenda ditës, duke përfituar nga lajmet që në bursë çmimi është në rritje. Krejt e kundërta ndodh kur çmimet ulen, kur karburantet në qytet nuk ulin çmimin, në pretendimin që kanë vlerë më shtrenjtë naftën, benzinën dhe gazin rezervë. Kjo gjë ndodh për shkak të mungesës së kontrolleve. Kontrolli për çmimin e hidrokarbureve në Vlorë mungon, duke e lënë konkurrencën të lirë me pikat e shpërndarjes, të cilat mund të vendosin çmimin sa të duan. Madje ka një unitet të heshtur mes tyre ku nuk mund të gjesh asnjë pikë karburanti që tregton naftën në vlerën e 198 lekëve për litër, apo benzinën në vlerën e 189 lekëve për litër. Një i paraburgosur në institucionin e paraburgimit të Vlorës ka mbërritur pas shenja jete në spital. Sipas policisë, 54 vjeçari nga Maqedonia dyshohet se ka pësuar arrest kardiak. Një 54 vjeçar ka ndëruar jetë në mbrëmjen e mërkurës në paraburgimin e Vlorës. 54 vjeçari ka shfaqur probleme shëndetësore dhe fillimisht para infarkt, ndërsa u dërguar me shpejtësi drejt Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore, por aty ka pësuar sërish një tjetër goditje në zemër, duke ndëruar edhe jetë. 54 vjeçari vuante dënimin për lënë narkotike, ndërsa ishte nga Maqedonia, teksa tashmë kanë nisur edhe hetimet për këtë ngjarje, pavarësisht se nga institucionet ishte dhënë ndihma e menjëhershme për të bërë të mundur mbajtjen e jetës së tij. Ndërkohë, për sa i përket të 54 vjeçarit, mësohet se ai vonte edhe nga problemet e tjera të shëndetit, kryesisht nga epilepsia, çka mund të ketë shkaktuar edhe goditje në zemër, që solli më pas edhe humbjen e jetës.
Një 54 vjeçar ka ndruar jetë mbrëmjen e së mërkurës në paraburgimin e Vlorës pasi ka pësuar një gjendje të rënduar shëndetësore gjatë kohës që ndodhej në ambientet e institucionit. Sipas informacionit, shtetasi nga Maqedonia, i cili prej disa kohësh vuante dënimin në paraburgimin e Vlorës, është ndier keq teksa po kryente aktivitet fizik. Menjëherë pas shfaqjes së problemeve shëndetësore, personeli i institucionit i ka dhënë ndihmën e parë dhe ka njoftuar shërbimin e urgjencës. 54 vjeçari është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku sipas burimeve ai kishte pësuar një arrest kardiak në paraburgim dhe pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme ka ndruar jetë në vend. Burimet bëjnë me dije se shtetasi nga Maqedonia vuante edhe nga probleme të tjera shëndetësore, të cilat dyshohet se mund të kenë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes së tij. Trupi pa jetë është dërguar për ekspertizë mjekoligjore, e cila do të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes. Ndërkohë, autoritetet kompetente kanë nisur veprimet procedurale dhe po hetojnë të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërsa pritet edhe një reagim zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për të sqaruar detajet e rastit. Një aksion kundër trafikut të armëve nga policia e Sarandës ka çuar në arrestimin e një 30 vjeçari nga Tirana. Bana ju kap nga blut në tunelin e Skërficës teksa udhëtonte me automjetin e tij, ku u gjetën 4 pistoleta, të cilat dyshohet se do t'ia shiste një grup i kriminal në Sarandë. Finalizohet si rezultati një hetimi me metoda speciale operacioni i koduar mekanizmi. Transportonte 4 pistolete kapet në tunelin e Skërficës dhe vihet në pranga 31 vjeçari me precedent në fushën e narkotikëve. Nga hetimi dyshohet se armët janë trafikuar në pjesë dhe janë montuar në Shqipëri për t'i shitur një grupi kriminal në Sarandë. Sekwestrohen armët e zjarrit dhe automjeti që drejtonte ai arrestuari, në dyshemen e të cilit ishin fshehur armët. Shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë si rezultat e një hetimi me metoda speciale kryen në drejtimin e prokurorisë me qëllim identifikimin dhe ndalimin e shtetasëve të cilët individualisht ose në grup përbëjnë rrezik për kryerjen e ngjarjeve kriminale dhe për sigurinë e qytetarëve, finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e Njësisë së Sigurisë Publike, Njësia Fier dhe me shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, operacionin e koduar mekanizmi. Si rezultat i operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasi me iniciale KB 31 vjeç banues në Tiranë. Shërbimet e policisë kanë mbajtur në vëzhgim automjetin që drejtonte 31 vjeçari dhe në tunelin e Skërficës kanë kryer ndalimin e tij. Nga kontrollet në automjet u gjetën të fshehura në dysheme 4 armë zjarri, pistoleta, që dyshohet se janë trafikuar në Shqipëri në pjesë dhe janë montuar më pas me qëllim shitjen ndaj një grupi kriminal në Sarandë. Hetimi vijon me qëllim identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasëve të tjerë të përfshirë në këtë rast. Materialet i referuan prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme hetimore. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë mirupafshim.